Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi po qëndron për vizit në vendin ton. Peleshi është takuar me kryeparlamentaren Albulin Agjiu, ndërsa do takohet edhe me presidenten Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Takimi i sotëm pritet të theksoj bashkëpunimin parlamentar dhe institucional midis Shqipërisë dhe Kosovës, duke vënë pa marrëdhënie dypaleshe dhe koordinimin në çështjet rajonale dhe politike. Kryeministri Albin Kurti një herë është kryetari i lëvizjes vetëvendosje, sot do takohet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Kurti një ditë më parë deklaroi se nëse si subjekte politike nuk arrin të gjejnë një figurë unifikuese, atëherë një nga opsionet e mbetura sipas tij është që secila parti ta propozojë kandidatin e vet për president dhe të gjithë të nënshtrohen garës brenda kuvendit. Vazhdojmë me lajme të tjera. Bashkimi Evropian pritet që nga sot ta formalizoj vendimin për heqjen e plotë të masave ndaj vendit ton. Sipas burimeve jo zyrtare nga Brukseli, procedurat në nivel të Komisionit Evropian janë përmbyllur dhe ka mbetur vetëm miratimi nga përfaqësuesit e shteteve anëtare. Heqjen e masave kishte paralajmëruar edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të masave ndëshkuese ishte përfshirë edhe suspendimi i takimeve dypaleshe të zyrtarëve evropian me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, pos rasteve kur organizoheshin takime me karakter rajonal. Komisionarja për zgjerim Marta Kos planifikon ta zhvillojë një vizitë në Kosovë gjatë këtij muaji. Plani ideal sipas zyrtarëve evropian do të ishte që ajo të shfrytëzojë këtë vizitë për ta konfirmuar lajmin për heqjen e masave. Ministra e Ekonomisë Artane Rizvanolli dhe ajo e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusari Lila po marrin pjesë në një konferencë globale të eksplorimit mineral dhe industrisë minerare në Toronto. Gjatë ditës së parë të konferencës, ministra Rizvanolli zhvilloi takime pune me partner institucional dhe me përfaqësues të industrisë kanadeze me fokus në shkëmbimin e përvojave për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit minerar. Sot mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit, në të cilën do të bëhet miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme, si dhe shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave. Po ashtu në kuvend do të mblidhet edhe Komisioni për Shëndetësi, AI për legjislacion, mandate, imunitete, rregulloren e kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit. Në dhomat e specializuara të Kosovës po vazhdon gjykimi në rastin Thaçi dhe të tjerët për administrimin e drejtësisë, ku pritet që ekipet e mbrojtjes të fillojnë pyetjet për dëshmitarin 7. Të premten e kaluar ka nisur procesi gjyqësor në këtë rast, ndërsa zyra e prokurorit të specializuar lexoi një përmbledhje të akuzave dhe pas kësaj secili prej 5 të akuzuarve konfirmoi vetë deklarimin si i pafajshëm. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 2 vjet burgim Deniz Bytyqin dhe me 1 vit Enis Bitiqin, të cilët akuzohet për nxitje të urrëties dhe mosdurimit. Po ashtu urdhrua konfiskimi i telefonave që janë përdorur për kryerjen e veprës penale. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale të ngritur më 23 shtator të vitit 2025, Deniz Bytyqi dhe Enis Bitiqi akuzohen se kanë nxitur dhe përhapur publikisht urrëtie dhe mosdurim midis grupeve fetare, si dhe kanë propaganduar ideologji ekstreme fetare.
E prokuroria themelore në komunën e Pejës ka ngritur akt akuzë ndaj një personi për veprën penale të pastrimit të parave pas dyshimeve për transaksione financiare të maskuara si shitje prone në vlerë prej rreth 50.000 eurove. Prokuroria thekson se pavarësisht kontratave të lidhura, i pandehuri nuk ka pranuar asnjë të hyrë reale nga shitja e shtëpisë. Vazhdojmë me një lajm nga sporti. Prishtina është kthyer në qendrën e diplomacisë sportive mesdhetare. Komiteti ndërkombëtar i lojrave mesdhetare ka zgjedhur pikërisht kryeqytetin ton për të nisur një projekt madhor 4 vjeçar që synon barazinë gjinore në sport. Prishtina është bërë piknisja e një projekti të rëndësishëm 4 vjeçar për barazinë gjinore në sport, pas mbledhjes së Komisionit Gratë të Sporti të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare që u mbajt në kryeqytet. Zëvendës presidentja e këtij komisioni, Rejhan Halili, theksoi se ky projekt afatgjat synon të promovojë dhe të forcojë barazinë gjinore në sport në të gjitha vendet anëtare të ICMG-s. Kemi filluar një projekt që do të zhvillohet në një afat të gjatë 4 vjeçar, do me thonë është barazia gjinore në sport në vendet anëtare të ICMG-s. Këtu janë prezent të gjitha anëtarët e komisionit, një pjesë është online dhe të tjerat janë prezent, duke pas parasysh sportistët tona të orta, të gjudës, Majlinda, Distria, Nora, Laura, ato të cilat po na shkëlqejnë arenën ndërkombëtare, marr parasysh se Distria veç në u ranku e para në botë, është një kënaqësi e madhe që ne po kemi çfarë të themi dhe është me të vërtet një privilegj që ato veç e kanë kriju një diplomaci që edhe neve po na lehtësojnë punën në për arenën ndërkombëtare. Hanish Safsan, e cila vjen nga Libia dhe është një nga anëtarët e komisionit, deklaroi se është e befasuar me atë që ka parë në Kosovë, derisa shtoi se do të kishte dëshirë që të gjitha gratë në botë të arrijnë sukseset që i kanë arritur vajzat e Kosovës në sport. I really surprised in Kosovo that Jam vërtet e befasuar. Në Kosovë, gratë po bëjnë punë të shkëlqyer. Kur erdha këtu dhe biseduam së bashku në komunitet, nuk jam më e befasuar sepse keni gratë të forta, një komunitet të fortë dhe zonjat punojnë shumë. Dhe jo vetëm gratë, për të qenë sinqert, edhe drejtori i komitetit, presidenti, ata kanë një mbështetje shumë të mirë. Ata japin fuqinë për të punuar dhe kanë të drejtë. Kur vendos një president të mirë dhe një punëtor të mirë, natyrisht që nuk do të jesh i befasuar, sepse kur ke një ide, ke nevojë për mbështetje. Kur merr mbështetje, kjo është gjithçka që do duhet. Presidenti dhe zëvendës presidenti thonë se janë shumë krenar për gratë që kanë fituar medalje dhe unë vërtet dëshiroj që të gjitha vajzat në botë, të gjitha gratë në botë të ndihen njësoj dhe të arrijnë po aq sa gratë e Kosovës. Rëndësi të veçantë këtij takimi i dha edhe prania e sekretarit të përgjithshëm të ICMG-s, Jakovos Filipuzis. Për krahja e tij për Kosovën u cilësua si shumë e madhe, ndërsa u theksua se ai ishte një ndër iniciatorët që kjo mbledhje të mbahej pikërisht në Prishtinë. Gjatë vizitës së tij, Filipuzis solli edhe ftesat zyrtare për pjesëmarrjen e Kosovës në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Të nderuar shikues, ndosët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.